Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Komisioni qendror i zgjedhjeve teston pajisjet e identifikimit dhe votimit elektronik. Procesi do të zbatohet në njësinë 10 në Tiranë dhe në Vorë. Ish uzina autotraktorëve në Tiranë përfshihet në rijetëzimin e industrisë ushtarake. Kryeministri Rama thotë se projekti do të nxjisë edhe punësimin. Kamerat e sigurisë fiksuan autorin e vrasjes së një 58 vjeçari në Vlorë. Ai ishte i maskuar me kapele dhe shall, por ende nuk është bërë identifikimi i tij. Vijojmë të ndjekim më gjërësisht zhvillimet kryesore të ditës. Në njësi numër 10 në Tiranë dhe në Vorë, në 11 maj do të zbatohet identifikimi dhe votimi elektronik. Komisioni qendror i zgjedhjeve testoi pajisje, të cilat së shpejti do të dërgohen në qendrat përkatëse. Deri më tani rezulton se të gjitha pajisjet janë funksionale. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka nisur sot testimin e rreth 5000 pajisjeve të identifikimit elektronik që do të shtrihen në rang vendi. Përpara se të stacionohen në të gjitha qendrat e votimit pranë magazinave depozituese të KQZ-s, nënkomisionere Alba Pelingu njoftoi se të gjitha pajisjet janë funksionale dhe së shpejti do nisë shpërndarja. Janë 3% të gjithë pajisjeve, të sasisë totale të pajisjeve të identifikimit elektronik që do të përdoren në rang vendi, rreth 150 sa pajisje, të cilat janë përzgjedhur me një procedurë rastësore. Dhe do t'i testohen të gjitha funksionalitetet, pra rasti normal, i zgjedhësit normal, i zgjedhësit që paraqitet për herë të dytë, të zgjedhësit që i mungojnë shenjat e gishtrimve dhe kështu me radhë. Në përfundim të kësaj procedure do të prodhohet një raport i cili është përcaktues pra për përdorimin e kësaj teknologjie në zgjedhjet e 11 majit. Pelingu njofton se rreth 31 qendra votimi nga 5225 të tilla kanë mungesë operatorësh. Në momentin që flasim, sepse është edhe procedura e rekrutimit të operatorëve, pra duhet të kemi të mbuluar edhe çdo qendër votimi me operator, në momentin që flasim kemi 31 qendra votimi, për të cilat nuk ka pasur aplikime, nuk kemi mundur që të përzgjedhim operator. Shpresojmë që ndërkohë edhe në ditët që kanë mbetur të mbulojmë këto qendra. Për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 11 majit, numri total i qendrave të votimit është 5225, ndërsa kostoja totale sipas Pelingut arrin në $1.1 milion. Kryeministri Rama tha këtë të hënë se qeveria është përkushtuar të rijetëzojë industrinë ushtarake. Pjesë e planit është edhe rivënia në funksion të mbrojtjes së ish uzinës së autotraktorëve në Tiranë. Sipas Ramës, këto projekte do t'i shërbejnë edhe punësimit. Ish uzina e autotraktorëve do të vihet në funksion të industrisë ushtarake për prodhimin e uniformave dhe montimin e mjeteve të blinduara, transportuesve të artillerisë, zjarrfiksëve dhe autoambulancave. Projekti u prezantua nga vetë Kryetari Socialist Edi Rama. Bëhet fjalë për një zhvillim jashtëzakonisht pozitiv për forcat tona të armatosura, për ekonominë tonë kombëtare edhe për komunitetin këtu, ku synimi ynë është që të ndërtojmë një rrjet të plot të prodhimit në vend për nevojat e forcave tona të armatosura, për nevojat e forcave tona të policisë, për nevojat e forcave tona zjarrfikse, por edhe për eksport. Më herët në ambientet e QSUT-s, Rama mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes së partneritetit strategjik me qendrën spitalore universitare të ekselencës europiane San Raffaele. Ne duam të transformojmë edhe Universitetin e Mjekësisë dhe duhet ta theksoj që në të dyja këto bashkëpunime, që në fakt janë pjesë të njëjtës marrëveshje, synimi nuk është thjesht që të kemi një partner më shumë ndër shumë partnerë që kemi. Deri në 2030, nga njëra anë qendra spitalore universitare të pësoj eksaktësisht atë transformim që grupi i San Rafaeles ka sjell
në Poloni, duke u përfshirë drejt për drejt në të gjitha proceset. Rama shpreh optimizëm për zhvillimin e qendrës spitalore, duke u shprehur se synohet të kthehet në pikë referimi për gjithë Ballkanin perëndimor. Takimin e radhës, kreu demokrat Berisha e zhvilloi në një biznes fason. Ai u ndal tek problemet që vijnë si pasojë e kursit të këmbimit, duke premtuar mbështetje për të kompensuar humbjet. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vizitoi një prej bizneseve fason në kryeqytet për shpjeguar programin e PD-s për sipërmarrjen. Berisha premtoi uljen e çmimit të energjisë elektrike në 6 lekë për biznesin dhe kompensimin e sipërmarrjeve për vlerësimin e euros, fenomen të cilin e kanë vuajtur kryesisht fasonët. Për të gjithë eksportët, ne garantojmë shpari një bord i cili do të kompensojë qindark për qindark, cent për cent rënien e euros. Berisha vuri në duke se rivali politik Edi Rama, edhe pse ka ndërtuar fushatën mbi bazën e takimeve me vajzat e gratë, la pa mbështetje biznesin fason, i cili në masën ndërmuese punëson gra. Ky zotëri që bën xhiro dhe mbledh gratë administratës me detyrim, a mund t'i thot atyre ose ndonjë, pse nuk ndihmojnë qina ndërmarrje fason që punësonin, qina ka dhe vajza dhe mbanin familjet e tyre. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha u bëri apel mbështetësve që në 2 javët e fundit para zgjedhjeve të takojnë çdo qytetar për t'u shpjeguar programin e Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Ne do vendosim minimum jetik për çdo pensionist me pension më të ulët se 200 euro. Për çdo të papunë, për çdo njeri në ndihmë ekonomike, për çdo fëmijë me një prind dhe për studentët me bursë. Në këtë mënyrë japim një frymëmarrje më të madhe. Do rimbursojmë 100% listë e ilaçave që rimburson Republika Italiane. Pas takimit në biznesin fason, kryetari i Partisë Demokratike Berisha u nis drejt Spanjës, ku do të marrë pjesë në Kongresin e Partisë Popullore Evropiane. Kamerat e sigurisë fiksuan vrasësin e 58 vjeçarit në Vlorë, i cili ishte i maskuar, por policia nuk ka arritur ende të identifikojë autorin, i cili qelloi për vdekje me pistolet Renato Hoxhajn. Motivet e krimit mbeten të paqarta pasi viktima nuk ka patur precedent penal. Detajet e tjera kanë dalë në dritë për ngjarjen e ndodhur një ditë më parë, ku ekzekutua 58 vjeçari Renato Hoxhajn në lagjen Hajro Çakëri në Vlorë. Një prej kamerave të sigurisë ka arritur të filmojë autorin e kamufluar me kapele dhe i mbuluar me shall për të mos zbuluar fytyrën. Nga kamerat shihet se si autori ka ardhur nga Kodra pas banesës së 58 vjeçarit. Sipas policisë, në vend ngjarje janë gjetur 4 gëzhoja të një arme tip pistolete. Renato Hoxhaj ka marrë 2 plumba në kokë dhe 2 në trup. Autori është larguar po nga e njëjta rrugë pranë Kodrës së Kuzumbabas. Grupi hetimor po mbledh pamjet e kamerave të sigurisë edhe në zonën përreth, me qëllimin për të siguruar sa më shumë të dhëna që mund të çojnë në identifikimin e autorit. Deri më tani, policia ka shoqëruar 5 persona, por dëshmitë e tyre nuk kanë dhënë detaje që mund të ndihmojnë grupin hetimor për ngjarjen. Bashkëtuesja e viktimës është shprehur se nuk di që 58 vjeçari të ketë patur konflikte. Ajo ka theksuar se ka dëgjuar të shtënat, por kishte menduar se ishin fishek zjarre. Viktima nuk ishte një emër i njohur për policinë, megjithatë po hetohet nëse mund të ketë patur probleme në të kaluarën. 58 vjeçari ishte i divorcuar prej vitesh dhe ishte babai i 2 fëmijëve të rritur. Nga banorët ai njihej si njeri i mirë dhe pa probleme. Policia ka nisur operacionet kundër kultivimit të parcelave me kanabis në zonat që konsiderohen me risk. Uniformat blu ka ndërmarrë një aksion në disa qarqe të vendit ku ka informacione për kultivimin e bimëve narkotike kanabis sativ. Në Vaun e Dejës u goditën 2 raste të kultivimit. Në 2 zona të fshatit Vig janë gjetur 2200 bimë të dyshuara kanabis sativa të kultivuara në tokë dhe 578 fidan në kubik. Një pjesë e bimëve dhe fidanëve u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, ndërsa pjesa tjetër u asgjësua me djegje.
Një 23 vjeçar nga Franca është arrestuar nga policia e Tiranës pasi mashtronte qytetarët duke ju vjedhur parat në llogaritë bankare. I riu përmes mesazheve të reme në celular kërkonte plotësimin e formularëve me të dhëna bankare personale, të cilat më pas i përdorte për të tërhequr para nëpërmjet bankomateve dhe aplikacioneve bankare të instaluara në celular. Ai u kap në flagrancë në një bankomat në Tiranë duke tërhequr para nga një llogari që e kishte marrë nëpërmjet linkut. 23 vjeçari dyshohet se kishte mashtruar qindra qytetarë shqiptar. Sot në mbrëmje do të mësohet se cili do t'jeti i eliminuar i radhës në fermën e VIP-ave. Fundjava ka qenë e mbushur me emocione për konkurrentët që janë gjendur përballë sfidave të agajit, të cilat bëhen gjithnjë e më të vështira. Në fermën e VIP-ave çdo ditë që kalon, ritensionet dhe faktorët mbizotrues të garës. Marrja e drejtimit të punëve nga limi pas zgjedhjes nga publiku si fermeri i preferuar është shoqëruar me pëlqime por edhe pa kënaqësi, ndërsa ai është kujdesur të ndajë në mënyrë të barabartë detyrat. Pavarësisht lojës, konkurrentët nuk harrojnë qëllimin kryesor, organizimin e punëve e mbi të gjitha kujdesin ndaj kafshëve. Gongu i kësaj të hëne i ka gjetur në stalla shumë prej tyre. Televotimi i hapur prej ditës së premte për 5 të nominuarit ka trazuar jo pak ujërat. Ganiu, Big Basta, Erandi, Andrea apo Ylli, cili do të jetë fermeri më pak i votuar nga publiku për të ndërprerë përgjithmonë rrugëtimin e Ferma VIP 2 sonte në mbrëmje? Sfidat e lojrat e organizuara nga Agaj e kanë bërë fundjavën teje dinamike. Një prej tyre ishte sfida e inteligjencës. Fermerët e grupit Humbës me turne duhet të mbanin flakët e zjarrit të ndezur. Moment ky që ka sjell emocione të bukura, por edhe histori të parrëfyera më parë që kanë mbajtur mbërthyer publikun. Ester ka festuar gjithashtu ditëlindjen e saj brenda në fermë. Një tort surprizë, shumë urime dhe përqafime bën bashk fermerët, duke harruar për pak minuta lojën e duke gëzuar me njëri tjetrin. Por energjia pozitive gjatë këtyre ditëve nuk ka munguar. Fermerët shpesh janë parë duke kënduar e kërcyer. Ata kanë organizuar edhe lojra apo rengje për të sjellë një atmosferë ndryshe. Ndërsa sot në mbrëmje gjatë spektaklit që nis live në orën 21 në ekranin e Vision Plus dhe 2 kanaleve të dedikuara të platformës String, do të keni të tjera surpriza, eliminime, formula të reja dhe sigurisht sfida. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.